Ata kanë dallashit edhe ty fit influencerat, trupin e trunin. Me hisot në TikTok në algoritëm të fitnessit, çdo i dyti ta jep një këshill të vetën sekrete. E çka ti mënesh mos me dit është se ato këshilla bazohen më shumë në marketing se në shkencë. Njëri thot mos ha karbohidrate mas shtatëve, një tjetër thot ha sa të mënesh, veç rën surplus për me shtu muskuj. Një mënat më thon mos me ushtru vithet në jetën ditë me kom, e një tjetër ta bën që jetë u hub shumë nëse se bën këtë kombinim. E ti në fund po me të bëu ushtrime që si jetu e dit as vet pse jetu i bë. Veç pse dikush me manti janë TikTok të ka thonë që ashtu. Po tash, dush me kuptu që çdo trup tragën ndryshe. E një këshill që funksionon për dikën që ushtron që 10 vjet e më shumë, mundet me kon tepër e pavlerë për dikën që sa ja ka nis. E algoritmit kjo si intereson hiç. Se llojka merr çaj që e thot me mas shumë të vet besim. Kjo e ka bë një problem të ri me lind. Njerëz të ndrojnë programin e ushtrimeve çdo javë, njëkohësisht edhe dietën, e trupi s'din ka me jamaj. S'ka konsistencë, s'ka adaptim, po veç zhurmë. E ti, për me bo ma të mirën për veten, vend se me ndru programin çdo javë, merr një javë me kuptu trupin tën. Cilat lëvizje po të pëlqejnë që shpi ndjen muskujt e caktuar, e në cilat përshtatësh e mënesh me pa progres mas shumëti. Dush me di që trupi vjen prej rutinës edhe disiplinës, jo prej llojkave e algoritmit. E si gjithmonë, për me ditë ma shumë si kjo, bëni follow Urbanin, se dhe subscribe.